Nderuar besimtar dhe besimtare, duhet dim se ka një dallim dhe ndryshim mes kësaj që e ndërtuam hutbën rreth saj, pra hadithit profetik, se prej islamit të mirë të njeriut është lënia e asaj që nuk i bën dobi, dhe ndërhyrja në rastet kur është e nevojshme ndërhyrje. Për shembull, nëse e shikon një vëlla musliman apo dikë në një gabim, dhe këshillon me mënyrën e duhur, sikur se duhet, me butësi, e pa ofenduar, me niyetin e mirë për të, dhe ai thot, mos fut hundët, mos më këshillo, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam thot, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Për islamit të plot njeriu është lënia e asaj që nuk i bën dobi. Në fakt, këshilla në këtë rast nuk është për asaj që nuk na duhet dhe nuk na intereson. Është për asaj që na duhet dhe na intereson, sepse feja na ka mësuar me këshillu, feja na ka mësuar me urdhër për të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Kështu që bën dallim mos marrja, mos angazhimi me atë që nuk na duhet dhe vërtet nuk na intereson, dhe këshillimi dhe orientimi i njerëzve dhe udhëzimi i tyre në atë që na duhet të gjithëve, na intereson të gjithëve, sepse feja e ka bërë obligim këshillën, ka bërë obligim këshillimin dhe porosim për të mirën në ato raste kur duhet ta bëjmë këtë gjë. ولا جمع مال تغشى إذا ما